Një 63 vjeçar nga Berati është gjetur i masakruar ndërsa trupi i tij ishte i ndarë në 3 copa të prera dhe të mbështjella me plasmas. Makabriteti nuk ka përfunduar me kaq pasi pjesët e trupit ishin hedhur larg njëra tjetrës ndërsa akoma nuk është gjetur koka e viktimës. Mësohet se bëhet fjalë për shtetasin Hasan Maska nga fshati Droponik, trupi i cilit është gjetur nga banorët e zonës që kanë njoftuar menjëherë uniformat blu. Pjesët e trupit të pajet të 63 vjeçarit janë dërguar drejt morgut të qytetit ku pritet të kryhet ekspertiza mjekësore. Viktima kishte dalë nga shtëpia një ditë më parë për arsye pune, ndërsa familjarët të shqetësuar kanë njoftuar uniformat blu për zhdukjen e tij. Burimet zyrtare pranë uniformave blu sqarojnë se krimi ndaj të moshuarit mund të ketë si motiv hakmarrjen. Pak kohë më parë, në të njëjtin vend, një grua u aksidentua për vdekje dhe vajza e saj 6 vjeçare mbeti e plagosur rënd, ndërsa u mësua se drejtuesi i autometit që shkaktoi aksidentin dhe më pas u largua nga vendi i ngjarjes, ishte pikërisht i biri i viktimës 63 vjeçare. Gjykata e Beratit e dënoi 31 vjeçarin Qani Maska me vetëm 1 vit e 4 muaj burg, vendim që me sa duket ka sjellë dhe reagimin e familjarëve të viktimës edhe Het Dervishllari, të cilët janë të dyshuarit kryesor si autor të këtij krimi makabër.